Të bashkë me freskën e kena butën. Yes sir. Kena me full për muzik, but kallëzana pak për muzik. Kallëzana pak për muzik, o vlla, shumë projekte ki. Prej që je dal, si e nal kur albumi. Valla as vetë se di so I kam po gjithë çorën. Te trajtoj audiencën se nuk I në vlerësoj. Edhe e kom mësu pak për marketingi, kështu që 20% e 20% fitime, 80% fitime t'i bjen 20% e mishterive, që ashtu e trajtoj audiencën tem. Do me thonë se mishteria. So, po të 80% views sa mi bin 20% listeners, kjo 80-20 golden rule në marketing. Edhe nuk I lon, nuk kom qef mi let down, jam prolific kështu në muzikë, e përdori edhe si me cope, edhe si me keq, që ato tani qes projekte shumë. Po si vjet kom qit ekstrem shumë se vitin e kaluar e kom pos veç një këngë. Ku jam kon veç ajo me noise që u kon veç atë single e kom pos, jam kon I ftun si mysafir, po këngë të mia s'kom qite. Vitin e kaluar e kom qit një këngë si vjet me vjezhdimër bon 62 me features me këtë. Kom desh me bon një 2015 Future Run që e ka pos, do me thonë me 5 mixtape-a, I kom qit pranverë kom qit, në fakt e kom qit koleksionin 17-24, tani pranverë, tani e kom qit albumin me single Crack Digital, tash vjezhdimër, edhe një EP është me Agon, tani është edhe një me bënë në këtë para fundit vitit. Wow, crazy. Kallëzana me artistat rit, kena pas tash vit se do mos vitin e fundit je kap me artistat rit. Edhe në albumit të fundit. Kape një artist tri aty, kape një artist tri aty. A je vjetru që ka shumë që po kap artistat ri. Po ma bojnë ankën komente. Ja, alo se ki vrija Po ku edhe Gjaji. Komente tash pja u bëj nephew, çfarë? Po vjetë edhe najna, pjoko pa vlek, 30 vjetë ku bëj muzikë pej. Do me thonë kongën e pole kom qit 2010, tash 2025 të njëra që 15 vjetën e jam në studio. E reperat e ri më në fund e vokti që do me thonë veç, apëtin më të pëlqy një reper I ri që nuk ka ndalë, nuk ka posë. Qëta rit pe kanë sondin e vetë, bro. Pe kanë atë sondin e vetë, së cili. Qysh është energjia but për shembull punu me artista të ngri krahasim me artista që të ka rënë për shembull kur I ti që I ke gjetë në stradë. A dina që janë kont vjetër për ty. Po, a dina një energji ndryshe. Normal që po, se këta janë alo tunt, janë tunt për me dhezë, janë tunt për me bo muzikë të mirë, edhe mund mas shumë të që më pëlqenët që pe kanë sondin e vetë, se për pola është venimi jem, tash se s'po du mi kritiku kolegë, po kejtë rejpit t'inglon njësoj. Hajde, hen drejt. Që dhe që këtë të zhego, let's go man. Qa, elvolja, mustani, këtë në rejkum, bënaj një. E formë do me iqë. O, që kjo shumë e smut. E kjo hime të me. Ngom, qa ku kem? Për artistat e ri energjinë e të. Po, menoj që këtë problemi, këtë estradë do sot që silën të 3 producenta, 4-5 producenta këtë estradë për që do t'inglon këtë njësoj. Artistat e ri zakonisht për I morën bitat si kërënë në qyku morë, do I tjë self approach në internet, I blejnë, I pagujnë, pe kanë atë sondin e vetë. Edhe si vjetë ka ndollë, sidomos si vjetë ka ndollë një 5 gjoshi mëj me thonë që janë decent. Apëtin që ju vynë ku normal për me më rritë të tregi. Jo të tregi, po me perfect crafting. Po dhe normal, me më rritë audienca. Si të gjonë atë sondin e vetë, unë për mua është artist I furt. Mirë. Si ja I kanë borë, sa kanë, as kanë, veç nëse t'inglon që ti tërkush ti artist automatikisht në liber të me kidi. E kiti. A jo, Ja me plusa X-a Ja kujta që ati X-in në rujo X-in e po për zot Ne pyetje po du me ta bu për një artiste E kena një ose nashta keq shumica e njerëzve të na E ka një piteje Prej bashkëpunimit të në Qëndresën Qka po du me të vetë është Qëndresa që tash ka mri me një stage që është Kogja nalt Ata merr menja që tash ishtë dasht me pru Edhe një tjetër bashkëpunim me Qëndresën nivelin ku jeni. Po, pa tjetër që ishtë doshtë edhe nështë të na vjen, po unë që të vete kom posë në karkull me albume edhe nuk ka fitin me sa albume vjeshdime në Kogja është me temat janë me addiction, me overcoming, janë temat me struggle, janë temat me triumf, nuk ka tema dashnije e që po. Se po ma parasysh që ku emrin e njejt, është ku tjetër. Po dhe normalisht. A më gjithë qysh me Qëndresën jam, që kena po Selling Fire gjithë, jena në kontakt, goti, s'po thëm regullisht po foljem, janë 2-3 muja që në muzikë, I pëlqen ma, si pëlqen ma që në njo,
Gjithçysh na bashkëpunim tjetër ka me orë patjetër. Mja kërsit na i një. Mirë që u përmena dhe soundi, çka të ka veçuar ashta pikë krejt karrierës që më ka rronë me një bro, u kon soundi shumë i veçantë. Bitat që ditë mi zgjedhje u kon shumë i veçantë, ashta edhe prej asojna që të ka rronë me ngushë muzikë, Gucci Mane, Lil Wayne, a ne ke pas edhe backgroundin e mirë për me mujt me pru që të produkt që e ke pru, apo kupton? Po më intereson pak pikë krejt këtyre 16 projekteve që i ke pru prej fillimit, prej Rolling Stone deri tash në albumin e fundit, çka të ka shti për shembull me i ndru soundet, ose çka të ka inspiru në ashta prej qasoj kohës në fillim me ndru që mos me konë gjithmonë ashta i njëjtë. Se thojnë për shembull, a di se thojnë i njëjtë po është. I njëjtë po është. Projekt bile bash që to mundona, so një marr parasysh kritika. Edhe i marr parasysh normal fjalët e Fonsa dhe fjalët e Fonsa për përdori si luz tan kështu, atë. Po. Bro, në gjithë me vetin shtyna, për shembull, nuk kam qef që albumi i kalun me tinglu njëjtë se i kaluni edhe harxoj shumë kohë derisa të gjej një sound, apetën për që për shtollën domethënë, se tash për shembull unë ka pos plot vola, për shembull kjo vola e drillit që ke. Unë nuk apetën qysh, nuk thjesht si jam unë, atë qysh aty edhe nuk e kom bo, po për shembull që ja masane e bën të veçantë se s'është që e një këtij trendit, po e një soundit. Çet ver kum eksperimentu pak me kësi Jersey drill bile që në Konga sot që kena me performu këto. O Jersey drill po është adin e vetmi akon në album që është tjetër adin si eksperiment, bile nuk e di so ka me fetin, po ja u lojna publikës me gjyku, po miro shkurt përgjigjes të golt, bro, veç kam qef me sfidu vetin, do me tonë, si më s'të më pëlqen mu Konga nuk e qes, a vedin, du të më pëlqy mu për pora, edhe na me agë njëna në studio, e kam prej jena rrit do me thonë, pe fillim, e trajtojna si punë, qëmi pina kafe shkojna në studio, tani normal që adin dolin senet kur je, këta nuk e trajtojnë kështu, këta për shembull presin date, me sa e dion e pa u prej kërkush, presin mu afru kaprilli, shkojnë kaprilli në studio mi mos, kësenet për qërshur, ta ma si turshi edhe këta, përduki masani bëdel si turshi. Kanon. Për ide jam, a vede nuk e di shikona i kush shikona e artist ma shumë kongë, s'kona është ta muj më kongë gabim, e di që Noizi ka shumë katalog, po nuk e di sakt, po unë i kam dikon rreth 200-300 kongë, përmi 200 janë publikume. Unë po kom qef në ashtë edhe pse jena mledh një farë mënyrë edhe pse jena këtu e bukri që to është edhe albumi që kom e dalë. Jesh dimër edhe në 2025 edhe që e bën një farë po du me të pyet qysh vjen deri te thima një albumi, se ti ki Alter Egos, e ki Zëndjenjen, e ki Dr. Zhivagon, e ki adin jo janë pjesë personalitetit tem që adin po ta jap një farë filmi dyqysh, adin kur e ngon produktin, në trunin tonë dëshen një farë filmi komplet për fillimit deri në fund. E qysh i menon këtu sana, qysh e vjen deri te thima ose te tema e albumit. Shumë mas shumë ti ko me incizu kongën edhe me shoot tekstin janë sa në të matleta për mu po fuli. Po gjetja soundit o proces shumë i gotë. Definitivisht. Edhe jena kom blest që të vetë se ka një volë e reje producentave soundit, edhe kini mujtë me ngu edhe në pranë verë, edhe në vjesh dimër, këto janë bita të reja, janë stil komplet i ri. Kur nuk bojmë na pa producenta s'kena kur gjohë. Nëse on volë për shembull nëse 2024 të dhënë s'ka pos kur gjohë treni, po, s'ka mujtë me qitu në album se kësha t'inglu si kur dutaj 2024 të sapet. Pse një ma i ronë është me gjithë soundin, do më tonë, që të përshtotët, apo kupton, pa e vjell, pa e bon, po me gjithë soundin, me mold, apetën që është si punë skulpturë. Po me ndërtu për fillimet. Me kalita, tak, doltën, e keni doltën e fort, bile. Po, vjesh dimër është këgja, do me thonë, pjesa e pole vjeshtës që janë tematika shumë personale, se mund këtë Kosova me dhe punë, po se jam ftyrë publike shumë tonë Kosova. Kush den muzikë, janë trajtu në këtë që të temat, arsyja pse, do me thonë i kumë posë qatë probleme, tani veç shkon, do me thonë fillimi albumit është struggle, shkon të e overcome është, do me thonë, mas pori defeat, tani acceptance, tani shkon grief, tani shkon, do me thonë, triumfi në fund, tani apet janë nisë për fillimit këtë. Apet po këthejnë për fillimit, da? Shit, uri. Taman qysh rritet njëri. Mirë që edhe e tregohë se dësha edhe me të pyjtë, për shambull, dallon soundi prej pranverë. Pranverë është shumë ma për klub, shumë ma happy, është taman për verës, masani a vjesh dimër, taman i kap do sene që janë ma mellow, që të shtil me menu, edhe
ata shumë edhe sene se po të Jo, ka me po shumë sene personale atë që zakonisht artistat e tjerë tutën mi e din se unë e kam që tonë që dishy unë dalë të lakë para audiencës thujza. Thujza, po, adin, mi din këtë punët e fonsat, mi din punët, adin, mi din problemet që i kam kështu në jetë dhe stroglat e mija, e këtë kanë mu adresu në vjesht, në dimër është, do me thonë, është gjestënd, edhe rezik. Rezik. Adin është... Zema zea, tash po du me zi. Unë jam i zi, deli Aziz. Një tjetër pyetje që po du me ta bu është sa është e rëndësishme shkon në për koncerte, të shohim në për koncerte. Po vjen albumi. Ata merr menja që dosh me anis me bu koncerte të mëdha, po shohim për shembull artista. Ka diçka kënej, po s'po du me tis, po kena diçka shumë shpejt. Kena diçka s'po du me tis para kohës, po. Se është shumë e rëndësishme. Pi shohim për shembull gjeneratën tonë në Gjermani. E shojmë të i mush arenat, bum, të i shkatru arenat. Unë menoj që ti mund është me shkatru një arenë këto. Bile bashkë patëm ma herët diskutimin i performancën Sanel që ke post kongës fakt është tjetër nivel. Njëri shkon ku veni o ku veni si tojnë, këtu është nas mujna me star vuni pëse nuk ka festivale, janë 4 festivale në Kosovë, se ju në Amerikë po jashtë ku dëmë bët, klobi nuk është, edhe këto ma më fundi kanë rënë fije, klobi nuk është për i pop, klobi është për shembull e pagun artistin me orë, më të nejtë, më ta qelë një shqip. Po dhe me dojnë me thonë. E vërdet. Vjen ai për me pi, me vjen tour season, e kin ketë Amerikën, i kin festival Rolling Loud, Lollapaloozën, i kin ketë i hin tour komplet. Besoj që i ka me orë këto edhe kjo kohë, po derisa të vjen kjo kohë, besoj jam retired, se... Ja, u plak muda, pasha, aro! Jo, me shumë jo, me ka dhe daj, kom të dojnë në koncert, veç pak djenë se shumë për drejton, nga? Jo, bes të kom në nëmë do të kazë të fjallë të thejnë me... Shumë i që për mene. A ki bile pjo? Zë sa i pas ka loj, më së tëtë ne. Qa kështë të thonë që nuk është këto infrastruktura se ti shkon kur si shak në klub. Po është të shku të bo dhe pedina këtë që elektronika e mujti këtë adin, e mujti hip-hopin me neja, veçën gjdo sezon është të shku, si vjetë ka nejtë artistat e shpia dore në zemra, vedin. Po kena mujtë edhe mi po, i shef flajera, i shef postera, i shef sa shpesh. Gjdo vetë të shku të uro, neja koncerta, pse për që shkone të kisha pos klap, se me pagu një reper, 10.000 euro të kone pagu i DJ 1.000 ose 2.000, edhe apeden, po kupton kjo bibje... Po në biznesure masanina dhe shumë anë. Unë tash të normal që kam qef me kënu në kloba ma shumë, po i kanë rëmë fije edhe këta që s'ki nevoj për artist për me më shklobë. Po, e thjesht dhe bjen DJ-në vlo dhe qatë shijem. Verës dolin kush dush me kënu, ndeshke buta, ndeshke filonin fistikit, do hajde dolim se është verës të premë. Po dhe është, qëre verës edhe tonën është e premte. Nuk ka dhe caktume, po, artisti, unë gjithë të thëmë artisti, në Kosovë se këti motin, do me thonë, jo kej. Shumica e motin suksesin me vjusa, po... A motët suksesin me vjusa? Motët një farë suksesi, populariteti motët, po... Kur shqit, një artist ako klau për e me është ta mund shklovë një shtator, bro. Oke. Që aty, nëse ti ki neja në shtator, ki në tetor, ki në nëtor, që shka mëne, se s'po du mja fërku shpinën vetit, po... Loj. Që aty shqiet artisti akit se verës pa ofendim, më të mos të janis me kënu. Sot durim Gjema është buta lederi edhe gjensida që po di. Jena në klab, ti ki mu kom pjesë aty që... Po da, normal, po se je aty. Po. Okej, të nërë për gjensida. Vesh i moda shamë, se kështu. Vinë njerës, verës dolin, pse me dolin, nuk ju intereson kush. Kum posa dhe në kum shku për shamë, unë ka thirë vlave, hajde në muzik live, edhe në kum shku në muzik, hajde po dolin. Me dolin. Edhe pse atë im vjen me përdin me fur vetin kur të njërë, për shamë e bo. Do të me doll ka njeri, po do të me doll. Po du më tonë që... Qështu shkon kjo punë? Te kjo puna që u diskutu të ona suksesit sa motët me vjusa, nashta të karo me po dhe kur kom full për albumin e fundit, tash pi bjen pra ver, kom dash me tregu se qysh jeni artist që ke mujt me kriju për shembull produkte, edhe me kriju një fan bas tonë që s'ki nevojti me dalë dhe me bo, adhe mos me thonë man kishet, po masanina me tangu ty komplet produktin prej fillimit deri në fund, edhe ti kur të bën koncertin me ardh. A menon që për shembull artistat e ri e kanë një farë mentalitetit të ngulitën në kryq
që menojnë që duhet me bu një këngë që dhez për me mujt me deportu. Qashtu është, unë e gjithë thëmë sartë më vetin për këshilla shumë mirë edhe po edhe paske rock do me thonë. Qysh rrez një artist po më konë për elifek bro. Për shembull edhe unë kur ta angazhona nuk qes këngë pe qesum si vjetë një është si vjetë jëmë kohë shumë aktiv. Zene nuk qesë kongë 6 mujë, s'po del asë një projekt i butës. Mas 6 mujë nuk thejna vish me një spot edhe ditën e mirë, apeten, me këshyra për më po i qesë kongë, bro. Adin, dush me hinja pet në pop kulturë. Normal, du të me updated. Jo, po du të mi qitë minimumi 3-4 spote që mu kalzu gjinja që i aktiva. Që s'ke nejt ose që s'ke vlejt ose. Po dhe atë, po shumica ose nuk kam bagazh ose janë too lazy, se nuk ko rezerve, nuk e kina na konkurencën qash do në zemër artistikisht, nuk e kina qash konkurencën e... Pile ma vështiru kur ti a ke njës për shambull që konkret një sistem tjetër. Neve po na bjen. Konkurencën nuk e kanë shumë zërë për me dhez një artist. Just për art songs, pop, music, letë shuin njerës të dhez diku. Na pesojna një sen për na bjen më shku në studio, po një azanet artistave, po një abitojna, pëse speciat senin, një atë vina, kush natë në studio së në vina me tangu senin ty o vla. Apo kupton, nëse ti ma bjen punën në me orë të dera studio së dhe me thonë, hajde nguqit sen, nëse do që ta lëshojnë telefon, nguqit sen, mi thonë, që të senin o vla, të ngujna senin e herë, tani... Kjo problemi që ose pritojnë, ose apedin, nuk kam bagazh, shumica apedin. Po, kjo është tash rruga ja mund të kalzoj që kënej shkohet për Prishtinë për shambull. Së të të nështë i bin Kalipionit, unë i bi autostradës tem, apo kuptën, ke metaforën. Po, e kuptueshme. Një tjetër pyetje që po du me ta bu, ka ndollë shumë repera që po kanë sound fort. Qka e kena një problem shumë të madhë që 3 vjetë që punojna, janë atu munu me gjithë qika, femna, renesanca. është e ko sondin e vetë, tash nuk e i ko, edhin, është për mu është do me thonë, mës harra që para se me dollë, një që jetë mu full shumë, dhe i dull tajna, tani dhe i dullin që dullin për njerë plot 3 fotët. Besoj që ko femna me që bojnë muzikë janina është të vro për shemull, vedin. Ko femna së dush, ko që jenë të bo muzikë mija. A mo të pi 3-ave, që si që kanë kërci 3, ase 5, me dollë 7 repera 3, 7 repera që e kanë një sas, e mës me dollë as një qikë që e kanë një sas, a është producentat që po punojnë me femna, që ta mërmenja. Ti e di që i pupin audienca, vedin. E handryshe. Po, përsa i përket, femnat e kanë shumë ma letë se e kanë edhe sex appeal-in, e kanë ato tash mbore ti çfarë muzike do me bo, po most of them gjithë anojnë they lean on pop, hip-hop, një femën me bo hip-hop, taman, po fulljon për hip-hop çfarë ngojonë hip-hop të rrugës, hip-hop të altia, hip-hop të rrugës, një femën su mbanë, bro, se, apeten që, normal që sun dhejzin shmëton kështu, po... Sic të na, se jash na shojnë plot, non-stop jë... Edin fal lirik e kam për shemull, disë më është me krasu... Seksi red me... Po, apeten që fal lirik e kam non-stop që s'po du me full të ujë po edin për farsen e full, aja është kërdi, apeten që... Po dhe se vish për që ato fullin, me show asi, amo, nuk fullit non-stop vish për edin, vish për wapo. Po, e kuptueshme. Po të na dhe me anis me full, së ndonë kushim mo tani. Prishin me qpis. Kej tonë ta qimë. Prishin me qpis, s'kënoj mo. Qa të ngu buta lately? Lately, a lot Banksy, bro, si gjithë. Yes, sir. Që kobra ako like Daisy Lane se Babyface Ray. Babyface Ray, Detroit dhe me thonë. Ako me pos na i Flint, ata mërmeja që mund është me qita i Flint kështu? Qysh, na qa? Flint, për shumë Flint është qita Detroit, që bujë. Rio da Young e Babyface Ray e... ESTG e në ngoj shumë, amo, jo bro, jo... Ata për Detroit dhe... Unë jam, do më thonë, late 2000s wave, a vetë që aty halo jam... Halo jena na... Halo pasohë sa të Lil Wayne. Ata bëj një pyetje, kur je që aty, halo që aty gjenë inspirim për me pru sene të reja? Qysh po minon? Nëse je që atje me mindsetin edhe me late 2000s, me mindsetin, ata jap që ajo halo...
Ha qira ura snack on, no qio chips anë ma holla. Qatë. A beden, për shemë vokti, qërë i pupi prari mu konë, koha e Young Jeezit, koha e Future 2015, prajmi i pupit për mu konë 2015 Dhe të sprat dysh i qatë vajtë. Qaj vetë, unë qatë vetë jëmë bënu me repliku me që të maratonën që e kumë bosi vjetë, po do në zamër jëmë burnout, paka në vitin tjetër këra mu këthy normal, 2 EP janë vetë edhe vetë se 8 kongë ma shumë se shmoj me mojtu në këtë tempo. Është tempo e nalt, tempo e nalt, është tempo e nalt, na jena konë që ditë. Jëmë burnout, le që sezona verës që shkatëran këtë se këmë shku me kërë pe Ferizoj dhe në dhërmi, pi dhërminjës me shku në Macedoni. Po, jena burnout edhe me tekst edhe me këtë që shku i kumë kry këtë i pijat edhe që ato me avën që e falju me kena albumi vetë është. Edhe kena edhe me bënën, shout të bënë. I kena një pi këtë këto kanë me dojtë para fundit vitit nashta bëhët 100 konë vuta po që zbohët ka 80 që jena që aty bro. Nësa bashkëpunime je konë që të kanë mësaferë, nësa kongë je konë qitë vjetë, që të kanë thirë. Trit, te këtë trit jëmë konë. Te këtë trit. Teko je konë. Teko, te Bono jëmë konë, te Bleta Kopolce jëmë konë, te Renesanca jëmë konë. Kira ka pas shumë, kur dollë shumë sekundisht, se unë tash me Ilon dhe në albumit. Me Ilon e kom, po. Atë është Ilon të ti. Po edhe kena. Edhe ne me Ilon kështu. është menimi emo që one of the hottest është kështu për momentin. Big time man, shout out Ilon for sure. Shout Ilon, shout Bonus, shout Renesancës, shout Ekos, shout Erionit, Kejtve shout Rive, vish më sunani se adin. është koha për më ndru Generata. Normal, ka ordë, me dojnë njerës me ordë. Njerës të ri. Me ordë rinia. Pak ma jere të folin për shambull që për me konë reper, nashta s'po thëm reper i sukseshëm, po për me konë reper nuk është veç me dit me repovat. Me dit me repovat është rima, me bo rima është me konë ose poet më është me konë. E njojmë një doktor që e bën rima shumë të fort, a i ka sus, a i reper së reper, po rima bën. Po qa më ka lunë bresa, gjithë e ko menu të njëtën për shambull prej fillimit që ke dollë, u konë që ke pos je kun karakter, njerëz të ka njek në rrjetet sociale, të ka njek, e kun një ndër njerëz të parë në Twitter që ke tweet dhe i kanë kthy njerëz ka ti, ka pas shumë lajme gjë. Kjo do i thonë na i dhëna cloud për ime. Cloud për ime, apo kupton. E kun i parë me syzat e Kurt Cobain, masani ke thy, edhe njerëz të kanë njek diçysh, edhe të kanë pas çysh e kena, edhe halot kanë nuk diskutohet çysh e kena na Future për shembull ose dikon tjetër. A mendon që kjo po mungon ashta prej artistave të ri, a? Qërë, du të më konë njeri, du të më konë sa ma autentik, mu më ka folë zoti me që të sharmë, shumë të tonë. Sharman, Mr. Sharmi, janë. Po du më sharman nga fjallën karizmatik. Ajo është një ligë tjetër, a? Po folë, jam konë gjithë, jam konë rahat në likur tem, jam konë a i djevë adin që kanë shumë fora në shkollë të mes me në klasë. Qaj tip jam, adin jam outspoken, social jam, edhe na e dina diqysh, e kam një vëntijen më të modhe që ma ka vonë zotë jo me di qa o cool automatikisht. Unë i kun kur cringe i rëllës të mësë. E mëse me cringe i largojnë një. Shumica një dhe postojnë cringe i rëllës, bro. Po dhe që ajo se adin edhe në fashion përgjithsi, kur na Jeremy Scott a një farë mënyre kena po hipererë të porë për i te. Shuk jem pas ke për cilë. A beshe tria, a beshe generatari. A beshe generatari. Po më duke që ti kena bu kejt pytjet, që kjo freska më në ta bu vishë dhe një pytje për fund që i ka të rëzikshme të fundit. Për fund. Që i qita këto mbrojt. Me shilë. Ishtë dasht me zgjedh një sub-zhanër të hip-hopit që nuk është trap për me bua albumin e radhës, qka kështë dasht me bua? Cloud Rap, e kësha bu një album ketë si Kristalina, komplet. Pjesa e vjeshtës është ashtu komplet. Unë e des, do me thonë, për... A menon që është prime juti për shambull me Lobuta, Zëndjenja, edhe qëto... Po i mi emë është qëta... Jo, po menoj që kjo sound që je ma mellow, se jo not ku, po... Ti edhim pedim bu mirë, kom një 5 sonda, që shto, po tasht, am përgjithsi se qërë jem të plau. Jam tra, ne, berja! Jo, qëre, mirë është me guptua? Po, ma të ca...
Ma të punë që i komik, stash jam të anu, bro, jam të anu ka ma shumë, do me thonë ka seriositeti, ka humbje të një që i kena posë, se nuk e kom posë që ky vetë u kom katastrofal për mu, për sa i përket si jetës personale, me burgje, me vlomborgje, me kitë senët, me qërte familjare, me kitë u kom, me muzikë kom kop. E kom kopi me muzikë që s'kom si Kristalina. But, shqyqyr që je mirë, faleminderit shumë, knaqësi, kena me full edhe ma gjatë. Shqyqyo, mare, I got a lot to say though. Shqyqyo, mare, Për shumë. kena me shku në qatë koncertin që s'na i kalzaj.